Me një aktivitet përkujtimor u kujtuan në 101 vjetorin e rënjes heroi popullor Bajram Curi në organizimin e mbajtur dje te lapidari në Dragobil të Tropojos. Në këtë aktivitet të pranishëm ishin delegacioni i aktivistëve nga organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare nga Çakova. Kryetari i Degës së Lanç në Çakov, Gazmend Hoxha, në fjalën e tij u shpreh se Bajram Curi ka qenë dhe mbetet figura më e ndritur e luftës për liri. Për ne, Bajram Curi ka qenë dhe mbetet figura më e ndritur e luftëtarit për liri. Faleminderit për këtë organizim dhe gjithmonë mbetet obligim edhe joni dhe juaj që bashkërisht Marsia e Gjakovës, Tropoja Bajram Curi Gjakova duhet ta ketë shembull dhe ne bëjmë mendje figurën e Bajram Curi. Ju uroj shumë suksese në ndërtimin e qytetit juaj dhe shumë aspekte dhe zhvillim përgjithshëm. Akademia përkujtimore, e cila filloi dje në orën 10, mblodhi qytetarët, delegat dhe udhëheqës institucionesh nga Tropoja për të nderuar edhe një herë veprën dhe jetën e heroit Bajram Curi, ndërkaq Lanç Dega në Çakov përfund vendosi kuror lulesh tek lapidari i heroit.